Selam aleikum, hoxh, thotë, a është e lejuar apo a guxojmë të themi fjalën inshallah lutje jote në veç të Zotit. Aleikum salam wa rahmatullah. Nuk është transmetuar në asnjë argument nga Kurani apo Suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo është shprehje pra të themi se veshje Zotit. Me këtë fjalë është për synim me i thonë tjetërit që Allah shpërbleft për lutjen tane, inshallah Zoti ma pranon, dhe me thonë e ndëgjon edhe pranon. Normal që Allahu xhalleshanu dëgjon, mirë po të themi në vesh Zotit është mirë me ikë kësaj shprehje, edhe pse ndoshta ai që thot këtë fjalë normal ka qëllimin e mirë edhe ka për qëllim që Zoti inshallah ta pranon ty këtë dua. Por megjithatë do të këshilloja që me u largu, me u tregu i edukuar me Allahun xhaleshanu, sepse neve themi për Allahun vetëm ato apo cilësojmë Allahun vetëm ato cilësi që janë përmend në Kur'an dhe në Sunet, e kjo nuk është përmend pra veshi i Zotit. Allahu na falë të na përmirësoft.